Vishmi Bonisari, na nuk jemi kundër vetingut, jemi pro vetingut, po du të bot një analizë, po e thëmë kështu. E dyta që me thonë është saj përket asoj që ta që mund me thonë pushteti. Në mandatin e kaluar, ne kemi mbështet procesin e vetingut që ka nisë qeveria. Por i kemi thonë mas rekomandimet Komisionit Venecës. I kemi thonë, nëse Venecia ka thonë me vërshi këtë grupet politike, hajde kryum një komision të veçantë parlamentar për me bo vetingu përmes kuvendit. Dhe ideja me bo vetingu përmes kuvendit, një komisionit posaçëm ka qenë e PDK-s. Edhe pushteti e ka pranu, kështu që na kemi participua aktivisht mandatin e kaluar, para këti, fakt se kjo legislatur su funksionalizu kur, kështu që nuk jemi pro vetingut, po duhet ketë një analizë para prok. Vytë shkur që të ndim të definuj ma... Sepse ne kemi folë shumë për vetingun dhe... Pikrisht. Kjo që është e ka përfundu më pas Komisionit Venecës. Tash kemi një raport të Komisionit Venecës. Kemi një përpjekje në kuvend që ka rezultu me dështim. Tash ne duhet të përcaktuemi qartë. A dëshirojmë, të vazhdojmë, të shpresojmë që vetingun të realizojmë nëse lista sërbe vjen. Që kjo është. Apo dojmë e bo veting edhe me ndryshime ligjore, por që nuk i hymë thellësi të një vetingu që është ne e kemi planifiku. Veting, si pas vlerësimit e LDK-s, ka qenë veting tërësor, sepse për neve nuk ka qenë problem niveli i gjyqësorit vetëm të stafi menaxherial. Për neve ka qenë i tërë sistem problem. Dhe besoj rasti që po e marrë vetëm një rast. I gjyqtarës që e gjykon Glaukun Jufcen, i thot, nuk i hedh gaz lëcel, sa i thot, jo bërë kum i hedh, jo e thot, nuk i hedh. Edhe nxera gjykimit Lirus, a i vetë me pranën që e ka hudh gaz lëcel, a i thot, jo, nuk kam faktin në që ti ke hedh gaz lëcel, a i po qesh, thot, mëre kum hedh, mëre hunë, për nështë se ka pa dikush, pe pranën i akuzumi, edhe gjyqtarja po e falë, thot, jo, nuk kam faktin. E tash në këto rasta, a duhet me pas dilema, alo se a duhet me bo vetinga, jo, prandaj po them unë, që niveli i nëse hymë për proces vetingu duhet veting tërësor. Por po e dimni që atë proces këtë e mbarëm nga ndryshimet kushtetuse. Si LDK, do të insistojmë, do të kemi në agendë, që në rastin e parë të mundur, nëse kemi mundësi për t'i kaluar mandamentet kushtetuse dhe t'i him këti procesi. Por, unë po flasë realisht që shumë e po e shosë situatën, një proces shumë i vështirë, dhe prandaj me qësë është proces i vështirë, atëherë do të provojmë me bë veprime ndryshimet ligjore, e para që ka është e tha dhe Besniku dhe më pëlqej shumë. Duhet me i hek dorë edhe për pjekjet për më përzi aty. Nuk mundimi na 4 vjetë me lanë presidentën dhe kryeministrin me vendosë për fatin a ka kryeprokuror ky vend apo jo. Nuk mundimi ne me lanë vullnetin e kryeministrit a do me shku me dëshmu apo jo. Nuk mundimi kështu, dhe nëse vazhdojmë një kështu atërsim, dhe folë për sistem demokratik, ne jem të folë për një shoshni parapolitike. Prandaj këtu e para që duhet të vinë shprej është t'i kthehemi normalitetit, me njerëz normal në kuvend, me njerëz normal në qeveri dhe më pas të diskutojmë për politikat e caktume që do t'i ndërmarrim se cilën sferë. Por veting, veç që dhe një fjali përshtoj, por që ata që për popullin e më ka folje. Vetingu me përkthy i bjen një hetim i thellë i një personi që është në detyrë, po njëkohësisht edhe ai që i aplikon me nënshtru një hetimi të thellë. Çfarë është hetimi? Hetimi nuk është veç sa ki pasuni, po hetimi është, a ke posë dhe është plagiat, është shumë hetim ma i thellë. Vetingu është, dhe më thonë, një hetim i thellë i një personit caktuar. Ajo që e tha përparimi, për ofa. E tha tash në procesin e regrutimit, ka ndodhur një proces bukur, mirë i unë nështruar me rregullave. Tash po thot drejtori ka gjyqtar 25 vjet. Nuk janë alë, nuk po e di, 25 vjet gjyqtar bukur problem është me thonë. Për shembull në Shqipëri, ju e dini domethënë magjistrataj thonë magjistrantët. E kanë 4 vjet sistemin që shkojnë për me mujt me hi. Te rasti jon, na nuk e kemi vetingun si parakushtin themelon procesin. Na kemi proces kërkesa për reformimin e sistemit të drejtësisë, sundimit ligjit, është në pika tjera, dhe më bukfalisht, Kosova është ka vunë prej një sistemi që me gjdo kush këshyr me kop Këshillin Prokurorial të Kosovës, Këshillin Gjyqëtor të Kosovës. Që kjo problemi është me gjdo kusht
domon në një kohë në akuzojshin domon krejt partitë opozitore, tash që 4 vjet e gjys, me çdo kush, në çdo formë duhin të më thonë me pas ndikim bili nuk kanë marrë hiç publikisht dalin në televizion edhe thonë jo ti s'ke me kon, ky s'ka me kon, ky kështu ky ashtu. E tash në këto rrethona vetingu si instrument, po veting duhet me pas në gjithçka. Secili zyrtar publik, teoria e public choice theory. Thot secili zyrtar publik në një moment caktuar thot ka më munu me shmong diçka. Për çata duhet me hetu, me kshyrë, me kontrollu. Jam po nuk mundesh me bë vetting, do të pa e trajtu kthimin në normalitetit, pa e trajtu depolitizimin e skajshëm, pa e siguru financimin e sistemit drejtësisë, 0,1% e kitë bugjetin, falë, po për çfarë drejtësi e ka folë, për çysh me bë drejtësi? Aja kom pallat drejtësi, se a din që shumë pallati drejtësisë, që dhe më thonë, unë ndërtu në kohë tonë që shumë metë. Ta shumë jetim më pallati drejtësisë, asë një bugjet nuk e ka. Po, stafi administrativ, rrogat e barabarta dhe më thonë me drejtërve në komunë. E ka me shkru gjysën e vendimit, apo 60% vendimit ka me shkru dikush që është në administratë të gjykatave të prokurisë. Veç një plotësim. Askujt, s'mund t'i thotë që unë jam interesun për veting, për ti si e interesun. Pse s'unë e thot? Sepse kjo qeveria ka sjellë në kuvend, dhe veç e ka lanë në kuvend, bëni që doni, dhe opozita ka udhëheq komisionin për veting. Kujtim shalën e kemi pas për LDK-s, udhëhes të ati procesi. Dhe në fund, rezultoj me dështim të votimit. Ne ta shkejmë të folë, jem të folë për situata reale, se si me usjelë, sepse mund të shprejmë për sëri dëshira, po më resilën në kuvend aty, prap bëhen bashkë partitë politike, prap votojnë, dështojnë amandamenti. Na tash duhet me hyrë një analize pak më të thellë, e që në fakt rezulton me pas efikasitet shpejt.